Pozita dhe opozita shqiptare kanë vazhduar të kërkojnë të njëra tjetra fajtorin për mos zbatimin e gjuhës shqipe. Gjatë seancës së sotme për pyetje të deputetëve të opozitës, deputetja e BDI-s Rina Ajdari, duke folur për protestën e fundit të studentëve për provimin e jurisprudencës, ka pyetur zëvendës kryeministrin Bekim Sali sepse nuk ishte i pranishëm te kjo protestë, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e çështjes. Ajo tha se koalicioni vlen është përgjegjëse për mos zbatimin e gjuhës. Kur një e drejtë që është e shkruar në ligj kërkohet në rrugë, atëherë problemi nuk është te studentët, problemi është te institucionet, problemi është tek ju. Dhe këtë radhë institucionet udhëhiqen nga kjo qeveri pa legjitimitet etnik, e ju si përfaqësues shqiptar është dashur me kohë të merrni përgjegjësi nëse ju cenohen të drejtat e shqiptarëve në vend. Në fund të fundit, çfarë kuptimi ka përfaqësimi politik nëse qytetarët ende duhet të dalin në protestë për të drejtat e tyre elementare? Ndërkaq Sali ju përgjigj se 22 vite BDI nuk ka dëgjuar problemet e qytetarëve dhe nuk ka zgjidhur çështje që janë të rëndësishme për shqiptarët. Për informimin tuaj dhe të opinionit, studentët kanë qenë të pranuar në takim të unë ditën e parë kur kanë marrë iniciativën me nënshkrimet. Dhe shqetësimi i tyre është ndëgjuar dhe në mënyrë institucionale jemi përgjigj dhe kemi marrë masat e duhura për ta zgjidhur atë problem. Dhe ai problem do të zgjidhet. Studentët shqiptar do ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. E tani, përderisa ju shprehni shqetësimin, njëkohësisht edhe protestoni, kjo i bie se protestoni kundër asaj që ju e keni vepruar 22 vite. Studentët e 3 universiteteve shqiptare në vend tashmë disa muaj po kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Kërkesa e tyre më 6 prill u adresua edhe përmes një proteste para Ministrisë së Drejtësisë, ku bën thirrje për respektim të ligjit për përdorimin e gjuhëve, respektim të kushtetutës dhe drejtësi.